Kush është Vozinha? Portieri 40 vjeçar që tronditi Spanjën në debutimin e tij në Kupën e Botës dhe fitoi rreth 6 milion djegës. 40 vjeç, një jetë e tërë në hijen e futbollit të madh. Dhe pastaj erdhi nata që ndryshoi gjithçka. Vozinha, portieri i Kepit të Gjelbër, u shfaq në skenën më të madhe të futbollit botror dhe i mbylli portën Spanjës me 7 pritje spektakolare, duke i dhuruar kombit të tij një pikë historike. Për më shumë se 2 dekada, ai ende i larg reflektorëve, duke ndërtuar karrierë në klube modeste dhe kampionate të vogla, aty ku ëndrat e mëdha zakonisht shuhen para se të marrin jetë. Nga fushat e Angolës, Moldavisë, Qipros e Slovakisë, Vozinha arriti te duartrokitjet e gjithë botës, pasi kur erdhi momenti i tij, e gjithë bota mësoi emrin e tij. Por pas ndeshjes nuk ishin pritjet ato që prekën zemrat e tifozëve. Ishin lotët. Lotët për gjyshrit që e rritën dhe nuk jetoi më për ta parë këtë moment. Lotët për nënën që nuk mundi të ishte në stadium. Dhe ndërsa historia e tij pushtoi internetin, ndodhi e pabesueshmja. Nga vetëm 20.000 ndjekës në Instagram, Vozinha u ngjit në afro 6 milion brenda ditës. Nga anonim në hero, nga një emër i panjohur në senzacionin e parë të kampionatit botror. Ky është 40 vjeçari Vozinha.